Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Kosova duhet t'ia lërë topin në derë Serbisë, duke i përfunduar detyrimet e saj nga dialogu Kosovë-Serbi. Në intervistën e dhënë për Deutsche Welle, Rama ka deklaruar se në rrugën evropiane Kosova duhet ta harrojë Serbinë. Sipas meje, Kosova duhet ta harrojë krejt Serbinë në kuptimin që duhet përmbush në mënyrë unilaterale të gjitha kërkesat e dialogut dhe t'ia lërë, siç i themi ne, topin nder Serbisë, duke i thënë Europës, duke i thënë gjitha vendeve të Europës, duke i thënë dhe atyre vendeve që nuk e njohin akoma, që ja kush jemi ne, i përmbushëm, i firmosëm, tani shkoni dhe merrni firmën Serbisë. Por duhet shkëputet totalisht nga Serbia dhe nuk duhet jetoj me idenë e Serbisë. Rama ka folur edhe për raportet me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Ai ka thënë se kanë raporte miqësore në aspektin personal, por se dallojnë në këndvështrime. Unë me Albinin kam një marrëdhënie shumë miqësore në aspektin personal, por kemi dallime që janë të pashmangshme në këndvështrime. Dhe këto dallime në këndvështrime i ndajmë në mënyrë shumë të hapur dhe shumë të drejtë për drejtë, qoftë kur na ka rënë rasti të flasim ballë për ballë, qoftë edhe kur mbajmë qëndrime publike. Ndërkohë në të gjitha aspektet e bashkëpunimit me Kosovën, flas në bashkëpunimin ndërshtetëror, ne kemi bërë goxha përparim dhe jemi duke punuar bashkarisht edhe për një vepër madhore siç është Ekurudha Durrës-Prishtinë. Sa i përket integrimit në BE, Rama tha se Shqipëria duhet të realizojë të gjitha detyrat brenda vitit 2027. Sfida është që përmbushim të gjitha detyrat që ka ky proces, edhe kemi një kalendar shumë ambicioz të dakordsuar me Komisionin Evropian për t'i përmbushur të gjitha detyrat brenda vitit 2027 dhe për ta vendosur Komisionin Evropian në pozicionin që t'ju thotë vendeve anëtare që Shqipëria i ka kryer me sukses negociatat dhe pastaj kemi parashikuar një tjetër 2 vjeçar për ratifikimin në të gjitha vendet anëtare. Mund të jetë më shpejt, por kemi vendosur maksimum dhe prandaj kemi 2030-ën si një datë. Nuk është një afat imagjinar ose një afat i vendosur thjesht nga dëshira, por është një afat i vendosur bazuar mbi sa u thash. Po ashtu, kryeministri shtoi se Shqipëria së bashku me Malin e Zi janë në pararojë në rrugën drejt BE-s në krahasim me vendet e tjera të rajonit.